Hutbia e kësaj të premte në të gjitha xhamit e Kosovës ju kushtua 17 shkurtit, ditës së pavarësisë së vendit. Nga minberet u dha mesazh i qartë dhe i drejtpërdrejtë në mbështetje të marshit protestues "Liria ka emër", që do të mbahet të martën në Prishtinë. Marshi ky që organizohet në përkrahje të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në dhomat e specializuara të gjykatës speciale në Hag. Në hutben e kësaj dite, përveç mesazheve fetare në prag të muajit të Ramazanit, thekst të veçantë ju dha historisë së shtetëndërtimit të Kosovës dhe sakrificës për liri. Kështu u veprua edhe në xhaminë e madhe në Prishtinë. Të dashur vëllezër besimtar, ndërsa po e shënojmë 17 shkurtin ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës, zemrat tona janë të mbushura me krenari, por edhe me shqetësim për padrejtësitë që u bëhen çlirimtarëve tanë. Ne besojmë në pafajësinë e tyre, në luftën e tyre të pastër, të drejtë dhe çlirimtare. Ata janë pjesë e pandashme e historisë sonë të lavdishme dhe bartës të proceseve më të rëndësishme të shtetëndërtimit të Kosovës. Prandaj, në këtë ditë simbolike me 17 shkurt, në Prishtinë do të mbahet marshi protestues "Liria ka emër", në mbështetje të çlirimtarëve tanë që po mbahen padrejtësisht në Hag. Ne si besimtarë dhe si qytetarë të këtij vendi, kemi të drejtë dhe obligim moral që ta ngrisim zërin për drejtësi, dinjitet dhe të vërtetën tonë historike. Gjatë hutbes, duke folur për procesin në Hag, imami i xhamisë Bahri Sejdiu shprehu besimin në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-s dhe theksoi se ata janë pjesë e pandashme e historisë së shtetëndërtimit të Kosovës, teksa ftoi qytetarët që të marrin pjesë në marshin e 17 shkurtit në mënyrë paqësore dhe të qetë. Bashkësia Islame e Kosovës mbështet fuqishëm marshin duke porositur qytetarët që në mënyrë paqësore, të qetë dhe dinjitoze, të përgjigjen këtij marshimi duke treguar unitet, maturi dhe përgjegjësi, ashtu siç na mëson feja jonë islame. Zëri ynë i bashkuar është dëshmi se nuk harrojmë sakrificën, nuk pranojmë padrejtësinë dhe nuk lejojmë që të njolloset lufta jonë e drejtë për çlirimin e atdheut tonë. Kjo hutbe me tematikë kushtuar muajit të Ramazanit dhe mesazhe për mbështetje të marshit "Liria ka emër" u mbajt në të gjitha xhamitë e Kosovës me kërkesë të Miftiut të Kosovës, Naim Efendi Tërnava, i cili ka kërkuar vazhdimisht që qytetarët t'i bashkohen këtij marshi paqësor në shenjë mbështetje për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Hag.